Të nderuar etër, dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Në këtë udhtim shkretëtire, që është Kreshma, sot po pushojmë në një oazë. Do me thënë, sot jemi mbledhur në këtë të kremte të madhe, të gëzushme, që na i largon pak atë hidhërim gëzimin e Kreshmës. Sot kemi një fest të madhe, fest mariologjike, kushtuar të shenjtës Virgjeshës Mari. Sot kremtojmë ungjillizimin e Virgjeshës Mari nga kryeëngjëlli Gabriel. Prandaj, po shikoni dhe në kalendarin liturgjik, Kreshma sot lehtësohet. Pra, sot konsumohet vaj dhe verë dhe peshk, sepse është ditë e gëzueshme. Por, le të flasim çfarë kuptimi ka kjo ngjarje kaq e madhe. I kemi thënë, por gjithmonë duhet t'i përsërisim, sepse nuk janë thjesht ngjarje historike ose fetare, për janë ngjarje që kanë të bëjmë me ne, personalisht, edhe pse kanë shekuj që kanë ndodhur, ato janë aktuale edhe sot. Sot është nisja e shpëtimit ton, shfaqja e misterit të çmotshëm, na thotë në fillim tropari i kishës, për lëshorja. Do dini të dashur të krishterë se Zoti krijoi botën dhe muaji i parë i fillimit të kohës, i matjes së vitit, është marsi. Këtë kishin izraelitët, judejnë, si muaj të parë të vitit mars. Tradita thot që ky është muaji i parë i vitit që Perëndia krijoi kopshin e Edenit dhe vendosi aty çiftin e parë, Adamin dhe Evën, që i dha të gjitha kënaqësitë e këtij kopshti, të gjitha të mirat, të gjitha pemët frutore, por i tha edhe ligjin, që ata të ushtroheshin në liri, që të arrinin në ngjashmëri me Perëndin, mos ha nga pema e të mirës dhe të keqes. Mos e prek, se do të vdesësh. Por tradita na thotë që në 25 mars, ëngjëlli i rënë nga parajsa, Eusfori, hyri tek gjarpri dhe i përshpëriti Evës në vesh. Hani, se në qoftë se hani, do bëni si Perëndia të pavdekshëm. Fatkeqësisht, gruaja e parë, Eva, e dëgjoi ofertën e djallit. Edhe ajo e hëngri frutin e ndaluar. Prishi ligjin e Zotit, urdhrin që Perëndia i dha Adamit dhe Adami ja dha Evës. Nuk u bind burrit, u rebelua nga Perëndia dhe solli fatkeqësinë më të madhe në botë, vdekjen. Jo vetëm tek vetja e saj e tek burri i saj, por gjithë fëmijët e saj. Solli mallkimin e gruas, e cila me dhimbje do t'i lindë fëmijët e saj. Dhe Loti nuk do largohet prej saj, sepse bota ran në thonjtë e vdekjes, në thonjtë e mallkimit, në mëkat, në tiraninë e djallit. Për këtë ishte fajtore gruaja. Prandaj dhe shkrimi i shenjtë thot, urtësia e Sirakut, nuk ka më të keqe se të keqja e gruajas. Dhe Apostulli Pavli thot, gruaja e solli të keqen në botë, prej saj erdhi vdekja. Por Perëndia i dashurisë, dhe si thot Johani, Perëndia është dashuri, jo ka dashuri, është dashuri. Para se të krijoj bota, e dinte çfarë do ndodhte me racën njerëzore. E dinte se Eva, gruaja dorëzoi, e do sillte ajo të keqen në botë. Por Perëndia kishte një plan të përjetshëm në memorien e tij, që e zbuloi në kohën e përshtatshme.
Madje që në kopshin e Edenit Perëndia na dha lajmin e mirë. Kur bëri gjyq me gjarprin, me osforin që ishte brenda gjarprit, dhe i tha: do të shti armiqësi midis teje dhe farës së gruas. Po nga fara e gruas do dalë një djalë, do të jenë një djalë që do ta shtypi kokën ty. Ky është lajmi i parë, ungjillëzimi i parë që u dha tek njerëzit në botën që ra në mëkat tiraninë e djallit. Shumë gra erdhën në botë, menduan se ato do të ishin gruaja me bekuar që do sillte djalin. Shumë gra lindën njerëz të mëdhenj, madje lindën shenjtor, profet, politikan, mbretër, general, trima, por ato gra nuk e sollën shpëtimtarin, sepse fëmijët e tyre sado të lartë u treguan e veprat mëdha bën vdiqën. Por Perëndia nuk e kishte haruar premtimin e tij, që nga fara e gruas do të dilte djali. Dhe kur erdhi koha, Perëndia dërgoi lajmëtarin e tij, kryeëngjëllin Gabriel, një ndër 7 kryeëngjëjt që rinë pranë Perëndis, e shikojnë lavdinë e Zotit, e marrin urdhra nga Zoti. Dhe vetëm kryeëngjëllit Gabriel Perëndia i tregoi lajmin e mirë, dhe ai urgjentisht të zbriste në tokë tek një virgjeresh që ishte në një cep të botës, në një krain të padëgjuar, në Nazaret të Galiles. Aty ishte Thesari, e cila kishte ardhur prej shekujsh, nga fara e bekuar e Abramit, Jakobit. Dhe kjo virgjeresh quhej Mari, që lidhej me muajin e parë Mars. Prandaj edhe Mars vjen nga Mari, Mariam. Po në Mars, po në 25 Mars, kryeëngjëlli Gabriel shkon tek virgjeresha Mari. Dhe ndryshe nga djalli e osfori që i përshpëriti Evës kundër Perëndis, kryeëngjëlli Gabriel e përshëndet virgjereshën Mari. Gëzo ir plote, Zoti është bashkë me ty, e bekuar jeti mizgrave. Virgjeresha Mari, e cila ishte rritur në tempull që nga mosha 3 vjeçe, e kishte lexuar shkrimin, e dinte tundimin e Evës, e dinte se djalli bëhej dhe ëngjëll drite. Dhe kur dëgjoi këtë përshëndetje u step. Si mund t'i thuash një njeriu hir plote? Hir plot është vetëm Zoti, kurse njeriu është mëkatar. Prandaj dhe ajo dyshoi. Mos është një tundim i djallit, mos djalli po gënjen përsëri atë si i gënjej Evën, por kryeëngjëlli vazhdonte. Mos ki frikë Mari, ke gjetur hir përpara Perëndis, dhe ti do të mbetesh shtatzan, e do të lindësh një djalë, e do t'ja vësh emrin Isu. Ai do të jetë biri i shumë të lartit, dhe Perëndia do t'i jap thronin e Davidit, dhe mbretëria e tij do të jetë e përjetshme. Dëgjoi virgjeresha Mari fjalët e kryeëngjëllit, por përsëri u step. Si do të lindte ajo një djalë? Ajo ishte virgjeresh, dhe ajo nuk njifte burr. Fjala nuk njoh burr do thotë unë nuk do të lidhem më me burr, sepse unë ja kam kushtuar jetën Zotit. Tek mua nuk mund të askush nuk mund më prek trupin tim, të cënoj virgjerin time. Ky ishte premtim që ai kishte bërë Zotit kur ishte në tempull. Po çfarë tha kryeëngjëlli? Shpirti i shenjtë do të vijë mbi ty dhe do të hijesoj. Prandaj ai që do të lindë prej teje do të jetë biri i shumë të lartit. Nuk është vepër njerëzore kjo Mari, është vepër e perëndishme. Biri dhe fjala e Perëndis, me atë cilën u krijuan të gjitha, dhe vetë njeriu sipas ikonës së Perëndis, sipas ikonës së fjalës, me vullnetin e Atit, me dëshirën e tij, me anë të Shpirtit të Shenjtë do zbres në mitrën tënde, por nuk do të cënohet virgjeria jote, ashtu si një ves zbret mbi një lule, mbi një trëndafil, dhe nuk e prish trëndafilin. Kështu edhe fjala do tynte tek ajo, me anë të Shpirtit të Shenjtë, dhe virgjeria e saj nuk do të cënohej, se këtu vepron Perëndia. Dhe kur virgjeresha Mari
u sigurua se këto ishin fjalë të Perëndis, atëre tha, po, ja, vigjeresha e Zotit, ja, shërbëtorja e Zotit, u bë sipas fjalës sate. Në këtë çast, në këtë moment ku ajo tha po, biri dhe fjala e Zotit, uli qejt, për uli qejt, zbriti te mitra e saj, dhe mitra e saj u bë qell parajs, u bë tempull, u bë thron kerubik, u bë nusërore ku Zoti bashkohet me njeriu, martohet me njeriu, Zoti bëhet njeri, merr natyrën tonë, u vesh me gjakun e vigjereshës si me purpur, dhe këtu fillon shpëtimi ynë, ku neve, krijesa e Perëndis, që ram në tiraninë e djallit dhe në thonjtë të vdekjes dhe mbushëm hadin, Perëndia nëpërmjet këtij misteri jo vetëm do na shpëtonte, por do na birësonte. Të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, është e jashtëzakonshme ky mister kaq i madh, sepse biri i Perëndis bëhet biri i njeriut, dhe Gabrieli u ngjidhëzon këtë gëzim. Edhe ne u ngjidhëzojmë këtë gëzim. Por unë dua të them dhe diçka. 25 marsi është dhe dita që sipas traditës do vi Krishti për herë të dytë në tokë. Do jetë 25 mars, do jetë një ditë e diel, por ne nuk e dim kush vit është. Prandaj Perëndia në atë ditë kur bota, në atë ditë do vi ta shpëtoj përjetësisht botën. Por e rëndësishme për ne nuk është thjesht dita, por është çfarë do bëjmë në këtë jetë. Juve, gratë, vajzat, motrat, keni një shembull. Jo atë që festoni në 8 mars, disa gra të cilat u rebeluan nga ligji. Dhe, siç dihet, është vendosur dhe festa ndërkombëtare e grave. Nuk ka qenë 8 marsi, ka qenë 25 marsi dita e grave, sepse modeli i gruas nuk janë ato gra, që fatkeqësisht kjo ka qenë një lloj rebelimi të grave, një lloj lirie të grave. Për çfarë? Për divorc, për abort, që të bëhet gruaja si burr, po të lë fëmijën dhe familjen, të mos i bindet burrit, mos i bindet shoqërisë. Kjo nuk është liri për gruan, është skllavëri. Por 25 marsi na tregon modelin e gruas, Virgjëresha Mari, e cila ju bind Zotit, i tha po Zotit, duke sjellë shpëtimin tek gjithë njerëzimi. Prandaj dhe ju vajza, ju nëna, ju motra, sot festoni, sot e keni ditën e emrit si grua, si vajzë. Kjo ka qenë tradita. Sot ta festoni bashkë me burrat tuaj, me familjarët tuaj, sepse sot ju keni modelin e gruas. Sot duhet të imitoni grua më të bekuar ndër gratë. Ta imitoni si vajzë, ta imitoni si nën, ta imitoni si grua, që të sillni lajmin e mirë. Djalli jo më kot kapi gruan, sepse donte të rrëzonte burrin. E rrëzoi. Jo më kot djalli kap gruan sot, rebelohet gruaja, shkatron familjen. Prandaj ju gratë të Krishtera, ju vajzat të Krishtera, ju motrat të Krishtera duhet jeni shembullin, që duhet jeni të bindur ndaj Zotit, të bindur ndaj prindërve, të bindur ndaj burrit, që të dëgjoni lajmin e Zotit dhe sillni shpëtimin tek familja juaj, tek shoqëria. Keni një detyrë shumë të madhe, sepse vërtet nga gruaja erdhi e keqja dhe shkatrimi, por nga gruaja dhe nga juve do të vi shpëtimi tek familja juaj dhe te shoqëria dhe vendi ynë. Amin.